Veprimtari i njohur Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj Lutfi Azirit duke akuzuar nënkryetarin e LDK-s se e ka marrë në qafë këtë parti. Ai në një postim në Facebook e ka akuzuar Azirin se u pasurua përmes pazareve të natës politike me Polarin e Brojës, term të cilit i referohet Hashim Thaçit dhe në bashkëpunim me kriminal, siç thot ai. Gellovi i Ana Moravës, milioneri që e mori në qafë LDK-n dhe Kosovën, është titulli i analizës që shkruan Halil Geci. Bojkotuesit e LDK-s që ndalin zërin e votuesve në komunat e tyre, siç ndodhi në Vushtrri, do ta paguajnë me votë. Gellovi i Ana Moravës, milioneri Lutfi Aziri, i cili përmes pazareve të natës politike me Polarin e Brojës dhe në bashkëpunim me kriminal u bë milioner. Fëmijët e tij shëtisin me xhipa të zinj me mijëra euro dhe sot shkollohen në Perëndim, aty ku ua do zemra. Sonde në TV21 e Arbër Vllahiu, foli Gellovi në emër të LDK-s, ndalojeni këtë monstrum, sepse e mori në qafë LDK-n dhe Kosovën. Prishja e koalicionit VV-LDK në Vushtrri është një tradhti që do t'ia kushtoj LDK-s në zgjedhjet kombëtare, që duket se do të zhvillohen së shpejti. Gellovi e quan koalicionin në Vushtrri të gabuar, për këtë LDK do të goditet me votë, jo vetëm në Vushtrri, por edhe në të gjithë Kosovën, shkruan Halil Geci.